Machine haul. Një set ka edhe ky ripin, ka edhe ky pantallonat, po që janë shumë i bukur, më pëlqej ka më shumë ngjyra e këtij setit, kjo Lejlaja fantastike fare. Këtu kemi kanatierën që pas kanë veç Lejla. Dhe sipër kemi përsëri të njëjtën. Edhe kjo besoj deri tek gjunjët, aq arrin, por shumë e bukur. Kjo më pëlqej ka më shumë se sa kjo e zeza. Edhe këto janë shumë të bukura. Të thjeshta fare, siç i shikoni të bardha me këtë lulen kaq të bukur, duhet ta kenë trëndafil më duket. Të gjata dhe kanë gjithashtu edhe një bluzë me mangë të gjata. E thjesht po e bukur në të njëjtën kohë, shumë komode për të ndenjur për në shtëpi. Që nga fiksuar me këtë ngjyrën Lejla. Një tjetër set, edhe ky shumë i bukur, me këtë tulipanin Lejla, super yll, edhe pantallonat të thjeshta fare. Kështu, po shumë të bukura. Kanë këtë gjën këtu në fund. Në foto mu duken të bukura, po tani nuk jam e sigurt nëse më pëlqejnë apo jo. Kështu copën edhe dizajnin e kanë shumë të bukur me këto lulet, nuk e di se çfarë quhet kjo lulja, s'më vjen ndërmend tani. Po këto edhe bluza që është e hapur, edhe ka të njëjtat detaje edhe kjo këtu. Dhe gjëja e fundit që kam të ky bashkëpunim janë këto kupa për t'i vendosur te gjoksi. Sidomos kur vesh bluza me kurriz të hapur, apo bluza ose fustani që mund t'jeni çik të dukshme, vetëm se i ka marrë të vogla. Ky është problemi. Gjiten. Janë këto si tip paliceta, nëse mund t'i quajmë kështu. Sipër është kanatiere dhe na poshtë janë pantallona si tip streçe të shkurtra, keni parasysh besoj. Këto janë si ato të trashat që u tregova, që preferoj të vesh gjatë gjithë dimrit. Me qershi, shumë të bukura dhe bluza që nga e hapur, shumë e kopsa. Nice. Kaq ishin të gjitha këto pijamet.